Nuk e di sot si është gjendja e saj. Ndihem shumë fajtor. Uroj që të jetë mirë. Uroj që ta ketë marrë veten. Por në përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Rona Lili për të ndarë rrëfimin e radhës. Sonte pranë jush do të lexoj një letër që është një letër pendimi. Kjo letër është shkruar nga një burr i martuar, i cili gjatë martesës së tij është dashuruar me një vajzë me kancer. Por pse është sot ai kaq i penduar? Çfarë ka ndodhur me të? Dhe a duhet të bëjmë veprime të këtilla? Mirëmbrëma. Unë që po shkruaj këtë letër, jam një burr 42 vjeç nga Shkodra, që jetoj në Itali. Nuk e kam besuar kurrë që shpirti im do të më sjellë në këtë ditë, që unë të shkruaj një letër duke ndjerë veten fajtorin më të madh. Pas 10 vitesh martesë, kur unë kisha dëgjuar që martesa të kthehet në një normalitet, kur unë kisha dëgjuar që njeriu pas disa vitesh martesë kërkon një jetë të re, kur unë mundohesha që të gjej ngrohtësi shpirtërore te gruaja ime dhe nuk po gjeja dot, rastësisht në një të shtunë në darke, në një klap të rish, takova një vajzë jashtëzakonisht të bukur. Sytë e gjelbërt, flokë të bardhë, trup joshës edhe shumë tërheqës. Ishte me një koktel në dorë dhe ishte e pozicionuar tek banaku. Unë isha me shokët e mi, kisha një gotë raki dhe i afrohem për t'i thënë në gjuhën italiane gëzuar. Ma ktheu italisht. Por në momentin që mua më erdhi një mesazh tek WhatsAppi, ajo e pa dhe e pa që emri ishte i shkruar shqip dhe ma ktheu: "Më fal, je shqiptar?" Edhe unë i thash po, jam shqiptar. Tha po edhe unë jam shqiptare. E pyeta nga ç'vendje. Ishte nga Vlora. Tha, por kam lindur e rritur në Itali. Aty se që na u ngro shpirti pak më shumë. Sepse të jetosh në gurbet e të gjesh një shqiptar është një dhuratë nga Zoti. Ndoshta ju nuk po e kuptoni dhe nuk ka mënyrën se si ta shpjegoj ndjenjën kur takohemi shqiptarë dhe shqiptare në një diskotek. Filluam që të flasim. Ishte shumë e shoqërueshme. Ishte shumë e dashur, ishte shumë njerëzore. Në atë momente më ka kthyer në atë jetën time të studimeve, të shkollës të mesme, kur dilni me shokët dhe argëtoheshim, kur jeta ime nuk kishte halle. Me shumë gentiles ja kërkova numrin. Madha numrin edhe unë dam. Ajo shkoi tek shoqet e saj dhe unë me shokët ika në shtëpi, sepse mua më priste gruaja. Shkova në shtëpi, por gjatë gjithë rrugës edhe gjatë kohës kur ika dhe ushtriva në krevat, mendja më rinte vetëm tek ajo. E pyesja veten, ç'është ky angjull? Është një dhuratë? Por gjithsesi, përsëri doja që të flas me të. U zgjova nesër krejt njëri ndryshe. Gruaja më kishte gatuar mëngjesin dhe unë i them që më duhet të dal sepse doja me patjetër që të ikte zyra ime te kompania që kam, për t'i shkruar dhe për të folur me atë. Sa po kam arritur në kompani, përshëndeta punëtorët dhe u mbylla në zyrën time si asnjëherë. Duart më dridheshin, i shkruaj mirëmëngjesi. Dhe çuditërisht ajo ma ktheu në sekond. Filluam që të flisnim. Fillimisht një herë e pyeta se mos e pengoj. Por ajo më tha jo. Dhe filluam që të flisnim gjëre gjatë. Pas disa ditë bisedash, vendosëm që të takoheshim në një lokal
aty afër në zonën ku ne banonim. U takuam, mbaj mend ishte ora 8 e darkës, ishte darka e parë që unë dhe ajo hëngrëm. Një vajzë e bukur që vetëm parfumi i saj më rinonte gjatë gjithë kohës. U kënaqëm, u qeshëm, pim, gostim, u argëtuam. Edhe erdhi momenti që ne të ndaheshim. Atë dërgova në shtëpi, ishte ora 4 e mëngjesit, ndërsa unë nika në shtëpinë time. Dhe kështu çdo ditë filloi rutina jonë. Dashuri, momente e kënaqësi. Kishim shumë ëndra, i premtoja shumë gjëra. Unë i thash që do të lë dhe gruan të marr ty. Ajo u dashurua marrëzisht tek unë. U bë si e çmendur. U nda nga familja, u nda nga rrethi. Merreshte vetëm me mua 24/7. Por kjo dashuri njëkohësisht i sillte edhe ankth, edhe siklet. Sepse nuk e pranonte dot faktin që unë duhet të flej me gruan time, që unë duhet të ndaj shtratin me gruan time. Pas një viti, me këtë përditshmëri që ajo çdo gjë e mbante brenda vetes, dhe me mua tregoheshte shumë e lumtur, filloi që të lodhet jashtëzakonisht shumë. Ndjeshte shumë e thyer, nuk kishte fuqi. Dhe një ditë vendosi që të bënte analizat, sepse tha mos ndoshta është në një viroz. Kur bëri analizat, në pjesën e mushkërisë së saj ishte shfaqur një hije. U sikletua shumë ajo, por edhe unë. Filluam që të stresohemi. Bëri analizat më të detajuara dhe rezultoi që të jetë një tumor, një kancer. E përjetoi shumë keq, ra në depresion. Por nga ana tjetër gruaja ime filloi që të dyshon, sepse te mua ndryshoi krejtësisht përditshmëria. Dhe në kohën e fundit unë u mërzita shumë për të. Dhe i lutesha Zotit që ajo të shpëtonte. Ajo u bë shumë keq, duheshte të merr himioterapi. Duheshte të kalon disa faza shumë të rënda. Ndërsa unë nga ana tjetër më kaploi frika, do të humbja familjen. Dhe pa i treguar fare ja mbylla telefonin. Nuk e di sot si është gjendja e saj. Ndihem shumë fajtor. Uroj që të jetë mirë, uroj që ta ketë marrë veten. Por nëpërmjet kësaj letre, ajo e di shumë mirë historinë tonë dhe do ta kupton nëse e dëgjon. Dua të të them më fal, që të tradhtova në momentin kur ti nuk e prisje. Më fal që të lash të vetme. Ti sakrifikove çdo gjë për mua, ndërsa unë asgjë për ty. Nuk e di si qëndron shëndeti jot. Nuk e di se si je. Por uroj me zemër që të kesh marrë veten edhe të jetosh për veten tënde, sepse ti e meriton. Je gjëja më e bukur në botë. Më fal që nuk munda të jem burr për ty, ashtu siç ti e ndroje.